Situata e rënduar e trafikut në Tiranë si pasojë e bllokimit të sheshit Skënderbej ka shqetësuar dhe policinë rrugore të kryeqytetit. Rrugorët janë gjetur të papërgatitur dhe janë kapur në befasi nga vendimi i Bashkisë së Tiranës për të nisur punimet pa paralajmërim. Edhe pse policia i shtoi patrullat e saj në rrugë për të disiplinuar trafikun, ajo e pati të pamundur të shmang bllokimet, veçanërisht ditën e parë të shkollës. Për këtë arsye, Komisariati i Policisë Rrugore i ka kërkuar zyrtarisht Bashkisë që të lejojë lëvizjen e makinave në sheshin Skënderbej për t'i dhënë frymëmarrje qarkullimit. Në një shkresë drejtuar administratës së bashkisë, policia i bën me dije masat që duhen marrë për të zhbllokuar trafikun. Ministri i Brendshëm Semir Tahiri, i pyetur gjatë një inspektimi të punës së policisë rrugore për dëshkimin e drejtuesve që nuk mbajnë rripin e sigurimit, nuk e mohoi ekzistencën e shkresës. Ai pranoi se mbyllja e sheshit ka krijuar probleme, por tha se kjo do të jetë e përkohshme dhe do të gjendet një zgjidhje. Vështirësia në trafikun e Tiranës është shumë e përkohshme. Një kosto e vogël përballë të mirës madhe publike që marrim nga punët që po bëhen në Tiranë. Kështu që unë besoj bashkë me policinë rrugore të Tiranës, bashkë me policinë e Tiranës, bashkë me policinë bashkiake, doja dalim që të mbarojmë edhe punimet në sheshin e Tiranës, që ndihmon qytetarët dhe krijon një hapësirë publike për familjet, dhe nga ana tjetër të garantojmë që drejtuesit e mjeteve të kenë mundësi që të qarkullojnë pa pasur vështirësi. Çdo vështirësi është e përkohshme. Situata e qarkullimit të mjeteve në Tiranë është rënduar pasi edhe sheshi në Tereza mbahet i bllokuar prej disa muajsh, ndërkohë që as unaza e vogël e Tiranës nuk funksionon.